Qytetar, sot si që pat në mbledhjen e 8 qeverisë u proceduan disa projekt ligje shumë të rëndësishme, e ndërto edhe njëherë ligji për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor. Ky projekt ligj natyrisht, siç e dini edhe ju, ka kaluar në fundin e vitit 2024, mirë po për shkak të arsyeve procedurale është kthyer nga gjykata kushtetuese dhe menjëherë pas vendimit dhe menjëherë pas krijimit të institucioneve me një seriozitet dhe shpejtësi nga ana e qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, ky projekt ligj është përgatitur dhe siç e pat sot edhe kaloi nga qeveria për të proceduar sa më shpejt në Kuvendin e Republikës. Vlen theksohet që ky projekt ligj është analizuar, është studiuar dhe janë studiuar gjithashtu praktikat më të mira edhe ndërkombëtare, por çdoherë duke i marrë parasysh edhe realitetin ton ekonomik dhe social, dhe jam shumë i lumtur që pas më shumë se një dekade përpjekje për të vazhduar me këtë ligj që do të hapë rrugën për Fondin e Sigurimeve Shëndetësore dhe sigurimin e detyrueshëm shëndetësor për të gjithë qytetarët e Republikës, tash ky ligj po e merr formën e vetë në kuptimin e rrugtimit të tij sa më shpejt në Parlamentin e Republikës dhe me shpresë që edhe atje do të miratohet sa më shpejt. Projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm kujdesit shëndetësor të Republikës Kosovës ka për qëllim mes tjerash edhe rregullimin e sistemit të sigurimit shëndetësor për sigurimin e detyrueshëm në kujdesin shëndetësor, duke përfshirë parimet, funksionet, të drejtat e përgjegjësisë të palëve të përfshira, personat e siguruar, modalitetet e kontributet, pakoja e përfitimeve që mbulohet nga sigurimet shëndetësore, marrëdhëniet kontraktuale me institucionet e kujdesit shëndetësor dhe barnatoret në lidhje me ofrimin, përdorimin dhe pagesën e shërbimeve shëndetësore dhe produkteve të dispenzuara. Me këtë ligj pra po krijohet, po themelohet Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor i Republikës së Kosovës, por edhe funksionimi dhe financimi i këtij fondi. Me projekt ligjin që sot u miratua në qeveri, do të rregullohen disa çështje, ndërto ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor përfshin të gjithë popullatën, pra synimi është për qasje universale në shërbimet themelore shëndetësore, por edhe ngritjen e cilësisë së këtyre shërbimeve. Po ashtu me këtë ligj do transformohet mekanizmi i financimit të sistemit shëndetësor dhe të përshpejtohet arritja e mbulimit shëndetësor universal, përkatësisht të përmirësohet shëndeti dhe mirëqenia e të gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë, duke zvogëluar edhe varfrinë, por edhe pa barazinë e shkaktuar nga shpenzimet shëndetësore. Prezantimi i kontributeve për sigurim shëndetësor, gjithashtu si një burim i ri financimit të kujdesit shëndetësor, i cili natyrisht nuk do të jetë i vetëm. Ky kontribut që vije nga primet që do të grumbullohen, do të jetë si komplementar apo shtesë në financimin aktual mbizotrues të bazuar në buxhet, që do të thotë që buxheti të shëndetësisë do të shtohet edhe masa financiare që rrjedh nga këto prime, duke investuar në shëndetësi, duke investuar në infrastrukturë, duke investuar në pajisje të reja shëndetësore, por duke investuar, domethënë, komplet në rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor vlen të përmendet se parashikon edhe përcaktimin e pakos bazike, e cila do të jetë e përshtatshme për të gjitha shërbimet shëndetësore, pako e cila do të përditësohet çdo vit dhe do të ofrohet të gjithë qytetarëve pa dallim në Republikën e Kosovës. Me përmirësimin e sistemit do të ketë gjithashtu një rol të jashtëzakonshëm paraprir nga sistemi informativ shëndetësor, i cili do të përmes informacioneve, menaxhimit më të mirë e mbi gjitha bashkëmesishin do të ndikoj në funksionimin, mbikëqyrjen, performancën e bazuar në evidenca dhe në kohë reale. Me fjalë të tjera, ky është një nga ligjet i cili
përveç që do të rregulloj sistemin shëndetësor vë bazën për një sistem shëndetësor modern në Republikën e Kosovës dhe i uroj të gjithë qytetarët e Republikës, duke falenderuar edhe të gjithë ekspertët, grupet punuese e çdo kontribut tjetër që gjatë këtyre muajve e viteve kanë dhënë kontribut në këtë çështje. Faleminderit shumë, tani ja kaloj fjalën Mimozës. Faleminderit shumë ministri për shëndetin publik, te kujdesi për shëndetin e ekonomisë dhe të drejtat e konsumatorëve. Sot të nderuara media, të nderuar qytetarë të Republikës, miratuam në qeveri projekt ligjin për masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg. Projekt ligj ky i njohur për publikun si projekt ligji për çmimet tavan. Megjithatë, disa elemente të cilat kanë vënë një diskurs nganjëherë jo pozitiv, në veçanti tek operatorët ekonomik lidhur me këtë projekt ligj, më lejoni t'i sqaroj para jush. Ky projekt ligj ka të bëj me vendosjen e masave të përkohshme. Do të thotë nuk flasim për ndërhyrje në treg abrupte ose të menjëhershme, siç është synuar shumë herë të prezantohet, flasim për masa të përkohshme, do të thotë të afatizuara dhe për listë të produkteve të caktuar. Në veçanti produktet themelore, të cilat të parat ndikojnë tek mirëqenia e qytetarëve dhe ndikojnë në ngritjen e kostos të shportës së konsumatorit. Gjatë hartimit të këtij projekt ligji, siç tashmë e kemi bërë publike, janë marrë në konsiderat rekomandimet të dhëna nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me ligjin paraprak, i cili ka konsideruar papajtueshmëri në 3 nene të kushtetutës, nenin 7, nenin 10 dhe nenin 119. Ky projekt ligj ka marrë përbazë të rekomandime dhe tani më përcakton 2 lloje të ndërhyrjes apo 2 lloje të masave të përkohshme. Caktimin e marzhës tregtare për shitjen me shumicë dhe pakicë, si dhe caktimin e çmimit maksimal të lejuar, gjithmonë në raport me listën e produkteve e cila miratohet nga një bord i veçantë. Thënë këtë, sa i përket vendimarrjes, ashtu siç është kërkuar edhe në aktgjykim apo është specifikuar në momentin kur janë shpallur disa dispozita jo në përputhje me kushtetutën, ka qenë vendimarrja në raport me përcaktimin e çmimeve dhe listën e produkteve. Projekt ligji i ri i miratuar sot në qeveri për të proceduar në kuvend parasheh themelimin e një bordi të pavarur për masat e përkohshme për rregullimin e çmimeve, i cili propozohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës, por miratohet nga Kuvendi i Republikës. Rrjedhimisht edhe i raporton Kuvendit të Republikës. Në projekt ligj janë përcaktuar gjithashtu edhe kushtet për emërimin e anëtarëve të këtij bordi, kompetencat si dhe procesi i vendimmarrjes. Ky projekt ligj synimin bazë e ka rujtjen e interesit të konsumatorit në dritën e ndryshimit të shpejtë të çmimeve, në veçanti me normën më të lartë të rritjes së çmimeve të produkteve bazë se sa norma inflacionit. Gjatë hartimit janë konsultuar, gjithashtu janë ftuar në tryezë konsultative përfaqësuesit e odave ekonomike, asociacioneve të bizneseve, përfaqësues gjithashtu të operatorëve ekonomik të cilët merren me prodhimin apo tregtimin e produkteve bazë, si dhe përfaqësues nga shoqatat për mbrojtjen e konsumatorit dhe shoqëria civile. Duke marrë parasysh edhe rëndësinë e këtij projekt ligji, ne kemi kërkuar shmangjen nga procedurat e konsultimit paraprak që në afatet kohore do të merrte shumë më tepër kohë, për faktin se tashmë gjitha dispozitat e këtij projekt ligji janë shpërndar apo janë ndarë me palët të cilët kanë të bëjnë me zbatimin e tij, dhe ne sot pas miratimit në qeveri shpresojmë se me një seriozitet të njëjtë e me dinamik gjithashtu të lartë e të shpejtë do të miratohet i njëjti edhe në Kuvendin e Republikës. Në dritën e gjitha diskutimeve sot që i kemi aktualisht me çmimet e derivateve dhe rrjedhimisht pasojat që ato mund t'i kenë apo efektet në ngritjen e çmimeve të tjera, mendojmë se miratimi i këtij projekt ligji është i rëndësisë së lartë për të gjithë qytetarët e Republikës dhe për kujdesin që duhet shteti të tregojë ndaj grupeve më të cenueshme të qytetarëve. Ju falenderit shumë dhe tani besoj jemi të gatshëm për pyetje. Leonita Bajrami, Top Channel. Ministre, sa i përket çështjes së llojeve të masave, përmendet caktimin e çmimit minimal, sa ka me qenë efektive kjo, maksimal, më fal.
sa ka me qenë efektive kjo të e pas parasysh nëse ndodh sikur me naftën me çka po përballemi tani kur caktohet një çmim maksimal i shitjes edhe çmimi në bursat ndërkombëtare shkon më lart, askush prej tregtarëve nuk tregton me humbjen këtë pikë, rrjedhimisht mundet me pas edhe mungesa qysh caktohet kjo dhe sa i përket listës, a është e përfshirë lista në këtë projekt ligje dhe cilat produkte parashihen për me pas një rregullim të tillë, ndërkohë për ministrin e përmendët pakon e shërbimeve, pak a shumë nëse mundeni me na tregu se sa kanë me qenë çmimet që qytetarët kanë me pagu të paktën fillestare dhe kur ka me unis kjo çështje. Po edhe më falni, nesër i ska donë mandati Vjosa Osmanit, rrjedhimisht Albulina Haxhiu e merr pozitën e ushtruesës së detyrës, se po shkojmë dhe po i shpenzojmë krejt deta afateve për presidentin, duke marrë parasysh që ka një afat të caktuar kohor. Kryeministri tha që dohen me u shmang zgjedhjet, apo bisedohet me partitë e tjera në mënyrë që të gjendet një kandidat konsensual për president, për me shmang zgjedhjet e parakoshme në një periudhë prej një viti e gjys po rrezikojmë të mbajmë 3 palë zgjedhje parlamentare. Faleminderit Leonita. Sa i përket zbatimit të ligjit, me lejoni ta ritheksoj se vendimi për përcaktimin e marzhës së fitimit në derivate ka funksionu. Do thotë ne kemi përcjell tregun dhe ka pasur keqkuptim në atë se cili është çmimi. Domethënë ne nuk kemi vendosur çmim tavan, kemi vendosur marzhë të fitimit. Dhe ajo marzhë e fitimit është lidhur me çmimin e importit. Rrjedhimisht nëse në një ditë ka qenë çmimi në dogan pas akcizës dhe të TVSH-s me €1.60, marzha ka mund të shkojë deri në €1.74. Dhe gjitha interpretimet për mos respektim të marzhës së fitimit janë bërë bazuar në një deklaratë time, në një postim timin në marzhën e asaj dite, gjithsesi në çmimin maksimal të asaj dite. Po kjo ka qenë mësim edhe për ne që në situatat e tilla duhet të bëhet njoftimi për marzhën e secilës ditë. Tani ne kemi përcjell në baza ditore sa operator kanë përdorur marzhën maksimale, do të thotë në 14 cent, 2 cent me shumicë dhe 12 cent me pakicë, sa prej operatorëve kryesor që importojnë derivate në Kosovë kanë përdorur 14 centin. Dhe rezultati ka dalë që vetëm 1 ose 2 operator kanë shku në çmimin maksimal. Do të thotë shumica e operatorëve kanë përdor pjesën në mes prej 2 deri në 12 ose më saktësisht në shumicë prej 2 deri në 8 cent. Do të thotë nuk e kanë përdor çmimin maksimal. Ka pasur 4 raste të shkeljes së këtij vendimi dhe ato janë në procedurë. Të katërtat në fakt kanë qenë me gjobat fillestare dhe me përcjelljen pastaj të inspektoriatit në rast të shkeljeve të përsëritura. Për arsye se nëse situata përsëritet me shkelje të këtij vendimi, atëherë tërhiqet licenca për tregtimin me derivate. Tani te ligji për çmimet tavan apo për vendosjen e çmimeve në produkte themelore në masa në raste të veçanta të destabilizimit në treg janë parapar 2 masa të drejtë për drejta. Është marzha e fitimit, kjo e njëjta si me derivatet, por gjithashtu është edhe çmimi tavan. Në këtë rast mund të përcaktojmë sakt që për një listë të produkteve të miratuara nga bordi për mbikëqyrjen e çmimeve, do të ketë çmime mbi të cilat nuk guxon të tregtohet. Dhe në situatat e tilla, atëherë do të ketë një mbikëqyrje dhe sanksionim më të rrept. Dhe kjo do të përcjellet gjithashtu edhe me fushat informuese, edhe për konsumatorët, por edhe për operatorët. Ideja nuk është që të krijojmë panik ose humbje të produkteve në treg, ideja është që të ruhet interesi i qytetarëve se në secilën krizë ka të tillë që synojnë përfitimin.
kemi pas situata të njëpasnjëshme fatkeqësisht të krizave tashmë në 6 vitet e fundit, prej pandemisë, luftës në Ukrainë, situatave të inflacionit i cili ka pasur domino efektin në produkte të njëpasnjë, edhe tash kjo e fundit me derivatet dhe me krizën në lindjen e mesme, dhe jemi tashmë të mirë, do të thënë gjithë të bindur se në këto situata përkundrejt masave dhe përkundrejt informimit të vazhdueshëm, ka të tillë operatorë që synojnë përfitimin maksimal. Dhe ne do të mundohemi që të parandalojmë situatën kur dikush mundohet të fitojë në kurrez të atyre që nuk, në fakt, lëndohen të parët në situatën e rritjes së çmimeve. Faleminderit Leonita. Atëherë, ashtu si shkrua në ligj, për të gjithë të punësuarit në sektorin publik dhe privat, do të ekzistoj masa për 3.5% nga punëtori dhe 3.5% nga punëdhënësi, të cilët do të paguajnë si kontribute, si prime, për mbushjen e fondit të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor. Du t'i qaroj qytetarët për korektësi, atë që e thash edhe në fillim të konferencës, se ky nuk do t'jetë zavendësimi i buxhetit aktual. Do të thënë, buxheti aktual për shëndetësi është ky që është, do të rritet akoma, mirë po kësaj do t'i shtohet edhe pjesa e primeve që do të mlidhet nga ky 7% në total, që sot nëse flasim për shembull, kur kemi një buxhet rreth 400 milion euro, me primet në vitin e parë, pritet të shtohen mbi 150 milion euro, që pritet që buxheti i shëndetësisë pastaj me mbledhjen e primeve të kapërcej masën 550-600 milion euro, po çdo herë e çdo vit duke u rritur. Kjo përcakton edhe pakun për cilën ofrohet pastaj nga ligji për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, që është një pako dinamike dhe cila vazhdimisht nga fondet edhe nga rritja e buxhetit do të shtohet vazhdimisht. Por përmi gjitha, ky ligj adreson dy çështje shumë të rëndësishme. Përveç xherimit të gamës së shërbimeve, rrit dukshëm cilësinë e këtyre shërbimeve, dhe në anën tjetër, atë që e dim të gjithë është edhe për përfitimin për skemën e barnave jashtë spitalore. Një pjesë e mirë e qytetarëve sot që harxojnë të holla sa i përket shëndetësisë është blerja e barnave jashtë spitalore. Dhe në këtë ligj, për dallim nga ligji paraprak, është përcaktuar edhe kontraktimi me barnatore dhe subvencionimi i këtyre barnave pastaj nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore do të ulin ndjeshëm shpenzimet, kostot, do ta kursej xhepin e qytetarëve, pasi që pjesa më e madhe e këtyre barnave jashtë spitalore që do të përcaktohen në këtë pako do të mbulohen përmes këtij ligji. Sa i përket pyetjes tjetër, nuk kam çka shtoj përveç asaj që është folur në media edhe nga kryeministri, por edhe nga të tjerët, atë që po e bën edhe kryeministri Kurti edhe lëvizja vetëvendosje, është maksimumin që të shmangët zgjedhjet. Njësoj do të vazhdohet deri në ditën e fundit me takime, me propozime, me çdo mundësi që të shmangët zgjedhjet, sepse ne besojmë që zgjedhjet nuk sjellin rezultat tjetër dhe në këtë drejtim është një humbje për shumë gjëra në raport me të mirat që mund vinë qytetarët, është një diçka që nuk do të ndryshoj thellë rezultatin dhe pse janë harxime shtesë për zgjedhje dhe pse të shkohet në gjithë këtë, po them, rrugtim të panevojshëm. Një vlerësim timin në raport me procedurën e përzgjedhjes së presidentit, presidentes dhe bashkërendimin, gjithsesi bashkëpunimin e partive politike. Duhet të them se kostoja oportune e shkuarjes në zgjedhje versus mos shkuarjes në zgjedhje është e lartë dhe në kurriz të qytetarëve të Republikës. Sot kur kemi një seancë të jashtëzakonshme në raport me ngritjen e çmimeve dhe kërkesa të vazhdueshme për lehtësira që do të lënë ose mund të lënë zbrasira në buxhetin e Kosovës, me vetdije të plot po angazhohen ose po punohet që të një farë forme të krijohet edhe një vakum tjetër në raport me procesin zgjedhor. Ajo çfarë ne dëgjuam dje ose pam dje
për prioritetet e qytetarëve nuk përkonte me atë që ka thuhej dhe me sjelljet të cilat i patën disa përfaqësues të partive opozitare. Prej largimit nga salla të subjektit më të madh opozitar, tek qasja dhe komunikimi i një drejtuesit të një subjekti tjetër opozitar, tek mosvotimi i 4 marrëveshjeve tjera ndërkombëtare, disi nuk po e lëm përshtypjen e hapësirës dhe diskursit për bashkëpunim. E kuptojmë dhe jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë e grupit më të madh parlamentar, partisë së parë, Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministrit Kurti, por në rast të cenimit të këtij raporti në atë formë dhe në atë mënyrë, do të thënë hapësira për të pasur një konsenzus të përbashkët po ngushtohet, por jo në kurrizë të parë të forcave politike, së pari të qytetarëve të Republikës. Prandaj, në këtë frymë, ne po mundohemi që të ngrisim më lart prioritetet dhe ato që për çfarë ne qytetarët kërkojnë të veprojmë. Në këtë rast janë projekt ligjet, vendimet të cilat kanë bëjnë drejt për drejt me mirëqenien e qytetarëve, dhe pjesa tjetër gjithashtu është edhe e diskutimit politike publik, i cili duhet të kultivohet, po si e pam dje, tendenca është të shkohet në drejtimin e kundërt. Faleminderit. Shqipëron Zema prej Kallxopikon, ministër, fillimisht një pyetje për juve. Kemi marrë ankesa prej mjekëve dhe infermierëve në ÇKUK dhe në spitale rajonale që kanë mbajtur kujdestari gjatë muajve janar e shkurt, po ato nuk u janë pagu. Pse ka ndodhur kjo? Edhe a ka buxhet për me i pagu kujdestari gjatë muajve në vijim? Edhe e dyta, po do mund të lidhte përpjekjet maksimale për me zgjedh presidentin edhe këtë ngushtimin e hapësirës për me bashkëpunu. Nëse ka përpjekje maksimale, atëherë kishim prit na po ftesa për takime. Të paktën publikisht nuk kemi pa. A ka takime, a nuk ka takime? A kanë përfunduar këto diskutimet e brendshme të cilat i paralajmëroi kryeministri? A kemi ardhur me një përfundim çka saktësisht ka me u propozu në takimet potenciale deri në fund të afatit kushtetues? Faleminderit. Ne në fakt jemi me këtë agjendën legislative e cila përkon me obligime që i ka vendi ynë dhe që janë në një afat shumë të ngushtë kohor, ka të bëj edhe me projekt ligjet që vinë nga plani i rritjes, për cilat kemi afat qershorin vitin 2026, dhe për këtë është edhe kjo dinamik në qeveri në raport me miratimin, e gjithashtu edhe me pakot e ligjeve të cilat për arsye procedurale janë hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese, siç është ligji për sigurimet e detyrueshme, dhe dinamika e jonë për brenda ekzekutivit është që të shfrytëzojmë mundësinë gjithsesi hapësirën e edhe bashkërendimit me subjektet e opozitës që janë në Kuvendin e Republikës. Për këtë ka qenë në frymën e njëjtë, ka qenë edhe diskutimi i kryeparlamentares Haxhiu para seancës dje, në raport me kërkesën e grupit më të madh parlamentar, Partisë Demokratike, me çfarë pam edhe insistimin edhe refuzimin edhe largimin e tyre, dhe përpjekjet tjera do të vazhdojnë e do të ketë edhe kërkesa për takime formale, por kur hymë në tema pak më të lehta që mund të gjejnë zgjidhje, edhe e kemi atë sjellje, disi po dekurajohemi për këtë temën e cila e kërkon një përkushtim, e një seriozitet, e një pjesëmarrje, me një vendimarrje që duhet të parandalohet procesi zgjedhor. Prandaj për këtë edhe ftesat, edhe diskutimet do të ndodhin, por nëse është ajo frymë çfarë e pam dje, për këtë po e ndjejmë ne dhe në fakt me keqardhje të madhe, se pastaj pashmangshëm vjen një proces tjetër që nuk e besoj se do të jetë në të mirën e qytetarëve të Republikës. Faleminderit shumë. Në lidhje me këtë që veç u tha, edhe një arsye tjetër pse duhet të shmangim zgjedhjet e panevojshme, se kur janë të nevojshme, natyrisht, na jemi vend demokratik. Buxheti vitin e kaluar e dini që nuk është miratuar për shkak të situatës politike me kohë. Përpasoj, buxheti është miratuar tek në këtë vit, dhe si që dini, 2 muajt e parë, janar dhe shkurt, kemi operuar me 1/12 e buxhetit nga viti i kaluar. Në këtë drejtim është mirë të sqarohen edhe qytetarët, por edhe profesionistët shëndetësor. Kjo ka qenë arsyeja pse nuk janë paguar edhe mjekët edhe infermierët për shtesat dhe për kujdestarit
jo të gjitha, mirë po një pjesë që nuk janë paguar, dhe ju kërkojmë ndjes për këtë punë, mirë po nuk ka pas asnjë mundësi ligjore të procedohen ndryshe, sepse po t'ishte miratuar buxheti në tetor, nëntor, siç miratohet zakonisht, dhe të kishte filluar viti i ri me buxhetin e miratuar një vit përpara, kjo nuk do të kishte ndodhur. Ne nga fillimi kemi qenë të shqetësuar për këtë gjë, po në anën tjetër kemi diskutuar disa herë me Ministrin e Financave, zotin Murati, dhe të gjitha këto kujdestari, ashtu siç ka ndodhur edhe më herët për disa shtesa kur janë grumbulluar për disa muaj, nuk do të mbetet borxh në asnjë moment për në asnjë profesionist shëndetësor për punën dhe kujdestarit të cilat i kanë kryer. Përveç se do të filloj pagesa për kujdestarit dhe shtesat të cilat do t'i kenë profesionistët të shëndetësor muajt në vim, në mënyrë retroaktive do të paguhen edhe të gjitha ato që ju kemi mbetur borxh, por pa fajin ton, edhe gjatë këtyre muajve të fillim vitit. Faleminderit shumë. Kastrioti prej Klan Kosovës. Pyetje për ministrin e Vitia në këtë rast. Specializantët që kanë qenë në pushim të Leonis, faktikisht janë kanë duke specializu, po është dashur me marr pushimin e Leonis. Tashmë kur janë kthyer dhe ka përfunduar pushimi, janë duke punuar pa pagesë, që parat që i kanë marrë gjatë pushimit të Leonis me ja kthy shtetit. A është kjo shkelja dhe a jeni duke punuar diçka në këtë drejtim për me ndonjë dokument të veçantë me rregullu këtë çështje, dhe çështja e dytë është në lidhje me specializantët po ashtu, ata të cilët e kanë pas kontratën deri në fund të janarit dhe në fund të shkurtit nuk e kanë marrë pagën e 13. A do t'ju dalë paga e 13 tyre, meqense e dim që paga e 13 tashmë është për vitin e kaluar? Sa i përket pjesës së parë specializantëve për pjesën e lehonis, kur nuk janë paguar dhe janë detyruar që të vazhdojnë, janë dy dimensione që po dua t'i sqaroj shkurt nëse më lejohet. E para, në secilin vend të botës, pa u kry stazhi në kuptimin ditari specializantit, ku sigurohet që secili specializant ka mbaruar detyrat e veta që i takojnë të edukimit, nuk mund që të kaloj në fazën e specialistit, apo jo. Kurse në anën tjetër, po është e vërtet që kjo pjesa me mungesën e pagesës për leona, që ka ekzistuar çdo herë, unë kam pasur edhe personalisht me disa takime, kabineti jem disa herë takime me përfaqësues të këtyre specializanteve, dhe jam i lumtur që gjitha këto janë adresuar në udhëzimin e ri për shkollimin specialistik që pritet të nënshkruhet në javën e ardhshme, ku një prej arsyeve të vonesave në nënshkrimin e këtij ligji ka qenë sepse kemi dashur t'i marrim edhe këto brenga që për mendimin ton kanë qenë të padrejta dhe duhet që të rregullohen. Sa i përket pjesës për specializantët për pagën e 13, nuk kam informacione për momentin, po besoj që do ta sqarojmë qoftë përmes një statusi publik, qoftë përmes pyetjeve që redaksia juaj mund t'i dërgojë në Ministrinë e Shëndetësisë. Faleminderit. Përshëndetje, Vler Mehmeti prej KTV-s, pyetje për zotrin Vitia. Zotri Vitia, fillimisht nëse mund na tregoni në çfarë afati kohor mund të deklaroni që mund të kemi sigurime shëndetësore të aplikueshme, pasi siç e dini edhe ju, ligj kemi pas që prej më shumë se një dekade, mirë po duke parë edhe infrastrukturën në terren në spitale, e dim që është goxha shumë larg realizimit, sidomos sishe. Në anën tjetër, po më intereson si e vlerësoni performancën e bordit drejtues të SHSKUK-s dhe drejtorit përgjithshëm, duke marrë parasysh që tashmë janë në fund të mandatit të tyre, pasi që nga monitorimi i mbledhjeve të bordit drejtues kemi parë që nuk është kërkuar llogari edhe për problemet për cilat pacientët janë përballur faktikisht gjatë tërë këtyre viteve të fundit, nuk është kërkuar llogari as nga bordi që ka vetë rolin mbikëqyrës, pra. Dhe tjetra lidhet me këtë fundit, para 2 javë në një konferencë keni deklaruar që keni kërkuar një raport prej bordit edhe drejtorit lidhur me mos funksionalizimin e 2 pishinave për hidroterapi.
Më intereson tashme që kanë kaluar 1 muaj e 2 javë dikon, a e keni pranuar ende këtë raport dhe cilat janë gjëtjet e këtij edhe nëse është ndërmarrë ndonjë masë ashtu siç keni deklaruar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë, datë sakt për ligjin për sigurime shëndetësore nuk mund t'jap. Ne jemi, ju vetë e thatë, për një 10 vite më shumë, janë dhënë data shumë sakta, 1 janari vitit kaq, jo 1 janari vitit kaq, ne nuk bëjmë premtime boshe. Edhe çdo gjë që ne e bëjmë në analizë të mirë, vlerësuar dhe pastaj veprojmë. Do me thënë, u lidhet edhe me infrastrukturën, keni plotësisht të drejtë, sepse ka disa që mendojnë që janë meremetime, infrastruktura, ka disa që mendojnë që nuk janë të rëndësishme investimet në infrastrukturë, mirë po ju falenderoj që ju tregut sa të rëndësishme janë investimet në infrastrukturë. Më lejoni të tregoj vetëm një detaj. Shumë mirë e thatë në raport me Sishin. Në vitin 2019-20 në është prezentuar se Basic HIS në kujdesin parësor shëndetësor është duke funksionuar në mënyrë jashtëzakonisht të mirë. Nga mbi 300 e sa institucione të kujdesit parësor shëndetësor, vetëm në rreth 60 prej tyre ka funksionuar Basic HIS-i për shkak të mungesës së infrastrukturës. Dhe për këtë shkak, në vitin 2024, kemi bërë analizën se ku mungon kjo infrastrukturë, shtrirja e rrjetit qeveritar, dhe në vitin 2025 kemi filluar me punën, dhe jam shumë i lumtur që deri në muajin korrik të këtij viti, e gjithë infrastruktura sa i përket Sishit do të shtrihet në secilin institucion shëndetësor të Republikës së Kosovës, që është një parakusht për funksionalizimin e sistemit informativ shëndetësor si parakusht i funksionalizimit të fondit për sigurime shëndetësore. Kështu që ju falenderoj që ju, si gazetare që merreni me shëndetësi, e potenconi se rëndësishme është infrastruktura për te relativizimit të disave që mundohen me ba në investimet në infrastrukturë, për një arsye të vetme, sepse si që edhe ju mund të dini, si gazetare që merret me shëndetësi, infrastruktura në shëndetësi nuk është si infrastruktura në administrat apo në objekte tjera, është me rëndësi të përmendet një fakt, vetëm t'ju tregoj se sa është e rëndësishme analiza në një anë dhe investimet në infrastrukturë në anën tjetër. Në spitalin e Ferizajt jemi duke bërë investime në infrastrukturën në klinikën, në repartin e pediatrisë dhe të sëmundjeve të brendshme. Një investim i munguar për më shumë se 30-40 vite. Dhe çka kemi gjetur në dysheme, mbi 30 cm shtres mbi shtres, pa u rregulluar baza e dyshemes, e cila ka sjell dëmtime të vazhdueshme të dyshemeve dhe cila ka vazhduar me shtrirje të re pa rregullu pjesën përfundi, duke rezultuar në mbi 30 cm mas, që realisht ka qenë edhe probleme për hapësirën, por mbi gjitha edhe jo kushte adekuate për mirëmbajtje dhe sterilizimin e objekteve, e dezinfektimin e objekteve që besoj që e dini në objektet shëndetësore janë alfa omega e kësaj pune. Sa i përket performancës, natyrisht që unë kërkoj raporte nga bordi, natyrisht që kemi shpesher diskutime, kjo që s'kam kërku kur llogari, kjo është ma shumë perceptim, që mund ta ke dikush, mirë po kur ka gazetari hulumtuese dhe kur ka pyetje konkrete, natyrisht se ne jemi të gatshëm që ta bëjmë këtë, po jo me perceptime. Çdo herë ka kërkesa për sqarime, kërkesa për përmirësime dhe kërkesa tjera të cilat ndikojnë në ngritjen e shërbimeve shëndetësore, por edhe në mbikëqyrjen e stafit, menaxhmentit dhe të gjithë rrjetit hierarkik në funksionimin e sistemit shëndetësor. Pjesës e fundit, po raporti më është dorëzuar, janë të gjeturat arsyet pse ka ndodhur, janë masat e rekomanduara dhe natyrisht
ashtu si thashtë edhe më herët për kolegun e juaj, përmes një emaili në kërkesën e juaj për këtë raport, besoj që shumë shpejt do ta merrni këtë raport. Sigurisht e keni bërë para se të vije raporti. Raporti ka ardhur nga mesi i kësaj jave. Faleminderit.